Java e kaluar na gjeti në një organizim krejtësisht ndryshe, ama të lezetshëm. Bëhet fjalë për network event I cili u mbajt në qytetin e Gjilanit. Pjesë organizimit ishte Mehmet Kastrati, distributori Shogun për Kosovë. Por para se të kalojmë tek fajtori kryesor që na mblodhin në këtë vend, do e njihni Kevinin dhe Halil, të cilët flasin për përshtypjet e tyre e në përgjithësi për Kosovën. My name is Kevin Galilei, and it's the first time for me actually here in Kosovo, and he tried to convince me several times, but finally he made it, so we are here together also with our colleague Mehmet, and I'm a manager in the company Shogun Group, and this is the profession network marketing. And the reason actually why we are here is to help younger and also older people, to give them a perspective, you know, to see how they can build a part-time business without any risk and even grow as a person. And tonight we have an event to give them the vision and the perspective. Hi, I'm Halil Rizvanovic. We came here from Switzerland because we want to share a vision tonight at the event. And we would like to show this immense opportunity which we have because this is a market which is untouched, and this is what we want to show today. I'm head of strategy, and I tried to connect for a very long time Mehmet, which is local here, and Kevin. I had a chance to work with Mehmet already in Kosovo many times in different businesses. So yeah, I'm really happy that we achieved it for tonight. Miqt që I bashkuan forcat edhe në biznese, pohojnë se të rinjët nuk ka nevojë ta lëshojnë vendlindjen e të japin kontributin e tyre në vende si Gjermania e Zvicra. Por sa ka nevojë Kosova për organizime të tilla, ku mbledh audiencë që informohen për gjërat që ju hyjnë në punë, e pse jo dhe të huaj të ndajnë përvojën e tyre me ne, duke sjell pak edhe nga kultura evropiane. Këtë tregon më së miri Kevin. 100%. And it's not even to bring our culture to Kosovo. It's to bring opportunity to Kosovo so the culture can develop by themselves. I also think 100% there is merit in it, because there is a perspective which is very important to see. I live in Switzerland, but my heritage is Balkan. So I see a lot of times that people from the Balkan leave their countries for Germany, for Switzerland, for better opportunities. But there is no need anymore, because Switzerland came to Kosovo. This is an opportunity which is international, so the people can stay here and still earn what they deserve. Halili flet më shumë rreth bashkëpunimit me zotrin Mehmet. I choose to work with Mehmet because I already worked with him, because in Switzerland I'm the CEO of an insurance and finance company, and I worked close with Mehmet in different events and projects, and he showed me the fire and the energy from the Balkan people, and there is something which inspired me very much. I believe that Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Kosovo, they had, because of different reasons, limited options, and still they thrived every single time. They are fighters in my eyes. Whatever you give them, they make 10 times more out of it. Por çka do të presim në vazhdim nga familja e madhe Shogun Group? This is a very good question. Should we answer this question? Do we want to? Okay. Yes. Okay. Yes. So, what you guys here in this country can expect next, because this event today, it's just a warm-up, okay? It's just like a pre-launch phase to show the people that we are coming, but we are not here yet. So the next big event that will be here in Kosovo will be at the 5th of July in the Emerald Hotel in Pristina,
with much more people, where also a lot of big people from the company will join us. We wanted to give the people in Geelong, especially, the chance to be the first. So it's an opportunity in an opportunity. You cannot miss it. E tani është koha që në Zoom të flet edhe Mehmet Kastrati, i cili tregon më shumë në lidhje me këtë kompani dhe kontaktin e parë me familjen e madhe të parfumeve Shogun. Unë dhe që tash kom punu me sigurime shëndetësor në Zvicër, kom punu me atë Halilin, zotre Halilin. Kur kesh në Zvicër me një shkollim atje për sigurime shëndetësor, ma njoftoj Kevinin, ky shkon ma herët në këtë çogan, unë për vetin nuk e kom di çka do me thonë kjo çogane, edhe ma afruan mua në atë zyren atë ku kem, tha për qitë parfimin. E mora unë e këshyra këtë parfimin, edhe thash kjo koka e mirë për shtetin tem. Ai më tutje thot se krejt përgatitja i mori rreth 4-5 muajsh dhe qëllimi vetëm për këtë organizim është që të rinjët të informohen në lidhje me mundësitë të bërjes biznes, thjesht e lehtë me pak para. Është për herë të parë çogani që del ndokët për Ballkan, e di por për Kosovë është 100% hera parë, i pari jam unë që i kumpru këta, edhe jam të afru mundësinë rinijës tonë, së dhe mos ata që i kanë 16 vjetë, për studenta është mirë kjo punë, që e kanë shansën me fitu pare, të net vetë janë shefa, së mënën me përzi kërkosh, mënë me mësu, plus mënën me shqit, plus mënën me fitu paren e vetë, që i mja vek një gajlet rinijës tonë këto në Kosovë. Jo edhe në qyshena kushtet neve momentalisht në Kosovë, për punë jenë ato e këshon këto momentalisht, besoj që rinja jonë është ma e forta 100% jo në Evropë, mu i me thonë edhe në botë, na e kena rinjën e shnosh. Po nëse flasim për miqësinë me Halilin, zotri Kastrati thot se kanë punuar prej më shumë se 7 vite, e kanë pasur një bashkëpunim të mirë me suksese të përbashkëta. Por, sa ka rëndësi që Kosova ta përqafoj këtë brand duke e ditur se të gjithë jemi të apasionuar pas blerjes online. Është një sen shumë i mirë, është kualitet me shumë pak pare, apo kupton se na blena parfima dikon 300 franga, po foli për Zvicër, që ta shumë i blej ka 300 franga atje një parfum për marrë shemëll, na zblena parfum, na blena emën atje, apo kupton. E blena Luizin, e doj që ka banën e këto, apo edhe na veç emën blena, kër e kum po këton, ma mirë i blej me 300 frank 4-5 parfima, edhe era është gati 99% është njëjtë. Ma mirë mi pasu në 5 parfima, nërmon temi në shpesë, apo kupton se me blej një pra shto, nuk i kena na veç parfima, po na dikon i kena në bi 4.000-5.000 produktet. E për këto eveniment me rëndësi unike, mysafiri pati fatin që për krata ketë edhe bashkëshortën e cila e kanë ndihmuar në çdo hap. Por si janë emocionet momentale të ftuarit, këtë e kuptojmë tani. Shumë emocione kam besëm, kam ose ne, ata i thojnë Zvicërës shmetelinga do flutra, mrena i kam besëm, nuk më muj me prit me i gale sot këton. Po dikon i kam një 500 vete, dhe i kom thim një 700 doko që me ftesa shaj kom go, po më besoj që një 500 me ardhja mi knaq. Lënë përmendet pjesa e biletave falas, pse? Pse? One, kër jam shku në Zvicër me këta kom folë se këta normal lypin pare me orë këta gjërë. Këta janë, sidomos jam të folë që tash për Sandro Casatos, ajo është ma e mire, që shetojnë anë ma i forti që është nerdëvarke, është vendin e tretë e ka mdokët në botë, dikon e ka rrogë fikse, ka e dikon 800 dhe 1.300.000 e ka rrogë fikse që merë mujore aj, është kryesori i çoganit është aj. Ata normal kanë marrë gjithkon kër më kanë kallëzu që i kanë bërë në për Evropë, zonë Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Francë, ku jënë shku, ata kanë pas me pagu hyrin. Tani unë i kumë thonë, unë i avja fjallën tem, për që ja ekni publit tem pa pare me ardhë.